Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithë teleshikuesve që janë sërish me emisionin Ta Tokim në natën e tretë. Mirëmbrëma dhe mirëserdhë. Ta Tokim në natën e tretë është vërtet fantastike, edhe më e bukur se 2 netët më përpara, më besoni për këtë. Tani ti i bëre xheloz ata të 2 netëve më përpara. Gjithë ato reportazhe që kemi përgatitur dhe ti thej jemi ne natën e tretë, do jemi më bukur ne. Vërtet e ke ti? Po çdo thojmë në natën bukur ato natës parë. Po çdo thojmë në natën e 10 ne. Okej. Po kjo unë e di që ti e thua për kureshtja. Patjetër. Po tani se me një Ta Tokim ashtu siç ka emër emisioni gëzuar një herë dhe i them të gjithëve që të pinë verë. Gëzuar miq edhe ju që po na përcjellni. Hajdeni, keni mbushur gotat se ne e nisëm për sonte. Po edhe me ujë mundeni dhe me ujë, megjithëse uji nuk thuhet Ta Tokim, nuk bën. Jo, duhet të jetë patjetër që verë. Po një lëng frutash ose shej që i keni ruajtur në frigorifer se këto limonadat janë tipike për Shkodrën. Janë shumë të bukura, janë shumë interesante dhe shumë tipike vërtet për qytetin e Shkodrës. Se bëmë ato të gazuarat janë të dëmshme për shëndetin, po unë kam qef kur shkojmë familjet e vjetra shkodrane, se ku ta nxjerr një shërup trëndafili apo një shërup shege, ka gjetur mënyra e ruan në frigorifer. Dhe ti kënaqesh kur nuk gjen atë pijen e gazuar, po gjen diçka tradicionale. Tani, për të qëndruar tek shkodranët, për të parë tamam atë shpirtin e festës që e kanë vetëm shkodranët, ne kemi bërë një xhiro të shkurtër në parabashkisë së qytetit të Shkodrës, edhe kemi marrë disa urime, vërtet shumë interesante. Aty është vendi që unë e ti nuk do takohemi asnjëherë, se unë nuk të gjej dot. Ja, e sigurt. Po s'kishe ku të hidhje këmbën. Wow, edhe gjithë vizitorët që janë, ata duhet lidhur me çip, domethënë me njëri tjetrin. Aty humbet, ka kaq shumë njerëz që vinë, po është bërë bukur faktikisht. Është bërë bukur. Dhe në orët e vona aty është bërë shumë bukur. Është bërë bukur edhe ajo që është më rëndësishmja, ka një lloj atmosfere, ka një lloj magjie që ndihet mes njerëzish. Nuk i njeh fare ata që ke afër, por të vjen një dëshirë e madhe për të përqafuar e për të kërcyer së bashku me ta, sepse edhe atmosfera është fantastike. Është vërtet. Ndjekim shkodran se çfarë kanë thënë njerëzit, cilat i kanë urimet e tyre. Kamera emisionit Ta Tokim është vendosur në pedonalen e qytetit tonë. Një pedonale e mbushur me drita, por me gëzim, me shumë njerëz dhe me shumë harmoni. Do të pyesim njerëzit se si ka shkuar viti 2025. E jani me mua. Si ishte viti 2025? Mirë. Kishte më shumë gjëra pozitive a negative? Pozitive. Sa mirë. Një urim për kamerën e emisionit Ta Tokim? Për shumë vjetë. Gëzuar e për shumë vjetë edhe ju. Përnës. Si ishte viti 2025? Por me thonë drejtën, nuk kam marrë me kalu një periudhë kohët. Në Shkodër që është vendimja jeme, ku kanë vinë prind e mi. Si ju duket Shkodra zbukuruar për festa? Është bukur gjithmonë dhe njerëz duket që angazhuar. Faleminderit. Një urim për kamerën e emisionit Ta Tokim? Dash zotin vitin tjetër tjetë edhe më mirë. Tërgohen disa punë që unë isha ashtu siç duhet mi kenë. Kjo është një qytet gëzmor dhe kështu ka për të përfunduar, nuk mundën me jetu pa këtë punë. Faleminderit. Qytetet e para në qytet dhe pas të gjithë vishin këtu. Përpiqen me harru problemet e ditës. E vërtet. Dhe unë dishoj që vitin e ardhshëm dash zotit të jenë më mirë. Faleminderit. Vazhdojnë harmonia. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si keni emrat? Rona, Sofia. Si ishte viti 2025 për ju? Shumë bukur. Më pëlqej, po kisha disa gjëra, po hajt, më pëlqej, ishte i bukur. Ç'ja më e bukur e këtij viti? Që jam kënaq kur kam shku në pishina për t'i klije në shoqës, atë ka kënë dimër. Sa bukur. Po për ty? Tonë kam. Kur kam marrë medalin e artë të Olimpiada Anglishtes. Wow, urime, komplimente. Një urim për emisionin Ta Tokim? Okej. Urime. Si e ke emrin? Rubina Ziri. Si ishte viti 2025? Shumë mirë. Gjëja më e bukur? Pirati. Pirati, po pse? Pëlqen. Se të pëlqen? Një urim për emisionin Ta Tokim? Shumë mirë.
Gëzuar festat? Gëzuar festën. Si ishte viti 2025? Shumë mirë. Qa kishte gjëra pozitive ky vit? Kishte edhe pozitive dhe negative. Më shumë nga 9 peshorja. Nga gjërat pozitive besoj. Pa. Një urim për emisionin të tokim? Gëzuar, për shumë vjetë, gëzuar. Gëzuar për shumë vjetë edhe ju. Gëzuar. Si ishte viti 2025? Për mu ka qenë më i mirë se vitet tjera. O, sa mirë. Për vetë me nërsy se u banë edhe fëmija me shpi. Jam shumë e gëzume, kam një pa mesa, mashallah mi thonë. Me punu për nej, mirë, faleminderit Zotit. Faleminderit shumë. Një urim gjahit. për emisionin të tokim? Të urimin, jo për i Zotit marë, inshallah për shumë vjetë ngëzime. Faleminderit. Për shlinjet e vitin e ri. Gëzuar për shumë vjetë edhe ju. Faleminderit shpejt e jetë. Si ishte viti 2025? I mirë shumë. Edhe të presim të na vinë më i mirë 2026. Uroj me gjithë zemër që t'jetë vërtet më i mirë. Faleminderit gjithashtu. Një urim për emisionin të tokim? I falenderoj shumë se ashtu i baja për çdo vit e më i bukur. Faleminderit. Edhe i uroj gjithë shqiptarëve kudo që janë. Një vit i marë i mirë inshallah për të gjithë. Gëzuar për shumë vjetë edhe ju. 26. Faleminderit shumë. Edhe prej jesh. Si ishte viti 2025 për ju? Për familjen time ishte shumë e mirë. A kishte gjëra më shumë pozitive a negative? Pozitive për mu. Sa i lumtur jam për ty. Seriozisht e kam. Për familjen time, për njerëzit e mi ishte shumë e bukur. Mua më vjen vërtet shumë mirë dhe uroj që 2026 të jetë edhe më i mirë. Shumë faleminderit edhe që qoftë më i mirë. Si ishte viti 2025 për ty? Vit shumë i gjatë, i shtirë, po inshallah 2026 edhe më i bukur, edhe më me shpresë, edhe më me punë, edhe më me të mira. Shqyqyr që po e mbyllim 2025-ën? Po. Ma mirë që po ikë. Çfarë uron ti për 2026-ën? Shnet, marsi, lek, se marrën si shqyra. Si ishte viti 2025? Për ne, për familjen tonë ka pas disa gjana që kena prit me realizu disa vite, shpresojmë 2026 edhe më i mirë. Një urim për emisionin të tokim? Shnet, marsi, tonëve. Shkodranëve në veçanti, po tonë shqiptarëve kudo që janë. Gëzuar për shumë vjetë. Gjithë bashkë. Si ishte viti 2025 për ju? Për zotin, diçka e veçantë nga të tjerat, me thënë drejtën. Pse ka jetë e kartë të avëncu, gjithë shka tu në shu, të zbukuru, e gjithë shka ma mirë se sa vitet e ma përpashme. Po kjo është i lajmi mirë që po na thoni? Po e jashtme edhe ku do më ndënë edhe mërëndë në ambientet familjare.